Edhe mora guximin me ba një letër, jo anonime, por një letër drejt për drejt me çu në shkollë, aty ku është të punu. Pi ushtri. Po. E disha që është të punu në arsim, me vetë kontributin tonë kemi arrit me ndërtuar. Me përkushtim, me vullnet, te kalojnë gjitha krizat. Është një sfidë pak në vete, po si të qoftë po e te kalojnë. Jam inkuadru si mësues klasor në fshatin Vërbica Zhegovcit. Sigurisht kemi qenë për shembull me 5-6 autobusa, si jeni çfarë kushte, rrogas kemi pas, rriçi me sigurue 52 autobusa. E udhëtimin e komo vazhdimisht Prishtinë-Lipjan. Këtë shtëpi e kemi ndërtuar pas luftës. Pas luftës. Shoqen e kam arsimtare, kaq ushtari si ushtar, gjithmonë mendjen e ka të shtëpia. Nisën një pjesë grur, bile para 2 vite kemi pas rast me mbjell edhe kunguj. Përshëndetje për krejt, sot jena në shopping Llogoc Lipjanit, edhe jena në bërë të batë se Bejtush Rashiti. Pas se Bejtush shushie? Mirë faleminderit. Me shnet? Mirë, po kalojmë. Me Ramazan? Mirë, si gjithë tjerë. Xhami u zatetëm? Po se paka shumë shkoj me i bo këto lutjet, sikur gjithë xhamatlit tjerë. Apo mund më falish? Pa diskutim, s'ka problemi. Që sa vjet po falish do të vit? Prej se jam pensionue, po shkoj ma me të madhe. Kam shku edhe përpara, po me qenë se kam qenë një zonë me punë, kam qenë matralla vizita në xhami. Tash? E tash po mendoj me i përmbush ato shka e kom Shka e kelona, alhamdulillah. Me Ramazan mirë? Me Ramazan, po mirë. Apo të punon hiç? Me përkushtim, me vullnet, te kalojnë gjitha krizat. Është një sfidë pak në vete, po si të qoftë po e te kalojnë. Që sa vjet po një nëmba, si lejtë? Po i ka valla që 15 vite, mos them 20. E agjeron? Po, e agjeron. Alhamdulillah. Pisi kom kriju familje, pisi jo martuar, do më thonë ka fillu një jetë e re, atëherë kom nisi obligim domosdoshëm me agjeru dhe nuk jam pishman asesi. Perfekt. Qysh po kalon tash në penzi? Po jeta e pensionit, si pensionit tjerë, është jetë, nuk është jetë e mirë, çdo fillim e ka përfundimin. Zakonisht njerëzit e marrin si traumë, si di se si e marrin, është i natyrshme proces si ndalet. S'ka fillu as me neve, as nuk përfundon me neve. Mirë po, kom kaluar një jetë, ndoshta mos them me sfida si gjithë shqiptarët, kemi kaluar të periudha, po janë periudha të kalueshme. Kanë qenë të mira, ka pas edhe raste të mira, ka pas edhe raste mundimshme, po me dojnë aspektin ekonomik, mirë po gjithsesi i kemi të kaluar me sukses. Pa të vejt, apo nga kalëzër, që ke punu ti? Me shka e morë? Po, me mbarimin e shkollimit mesëm, jam inkuadru si mësues klasor në fshatin Vërbica Zhegovcit. Sigurisht keni njëri për atë fshat. Atje kom punu një 3 vite. Pre aty pastaj jam pësuar në trafikun urban, ndërmarrje publike, si e njeni sigurisht. Edhe deri në përfundim pensionit atë kom përfundim. Dhe përfundim. Më thonë bëj para luftës, sa? Prej para luftës dhe para 5 vitesh. Me 2020 veç kom përfundu me 2020 një dalë në pension. I pas kem rripi aty në autobusa këqe deri te... E kom përjetua atë periudhë, kemi qenë për shembull me 5-6 autobusa, si jeni çfarë kushte, rrogas kemi pas. Po fal Bankës Evropiane e Bergjet, angazhimit komunal, ka rriçi me sigurue 52 autobusa, edhe janë krijuar kushtet, edhe popullata është e kënaqshme, është mirënjohëse, sidomos moshat e shtyme, që kanë rast me bë vizita, për shembull, edhe vizitojnë për shembull edhe Gërmin, plus asaj në ndërkohë u aplikua edhe një farë e mirë për ta papagesë, udhëtim papagesë, që e kanë bërit mirë për i qytetarët e Prishtinës edhe janë mirë njës edhe struktura komunale, mirë për dhe njerëzve që kanë kontribuar në atë aspekt. Ke udhëtu çdo ditë për Prishtinë? E udhëtimin e kam vazhdimisht Prishtinë-Lipjan. Me qenë se ka pas transport nga Prishtina, është Lipjani qendër komunale që lidhet. Qashtu, edhe ngat. Me Prishtinë, po edhe ngat, po e kom bo me knasi. Mosha e re nuk një mundime, nuk një... Tani dikur u bolle, kerri edhe... Dikur edhe bo kerri, u përmirësuan rrogat, u përmirësu standardi, edhe kom fillu me... A u mërzite kur u largove? Kom përjetuar një mallëngjim. Jam nda prej aty shokëve që ende jam i fokusuar atje me mendje dhe shpirt. Halo pikëshyra po e autobusa. Para pak ditësh më kanë thunë një iftar, edhe kolegët e punës, edhe jam shmall me ta, jam kënaq. Një përjetim i mirë. Se kom përnu ku e ka. A qohën pak hecë? Po, patjetër. Që sa ki këtë shpi, bëtësi? Këtë shpi e kemi ndërtuar pas luftës. Pas luftës? Me vetë kontribute
se edhe shoqen e kam arsimtare, ka qenë mësues në realitet i cikletult, normaliste ka qenë. A është halo? A dha jo Ka përfundu edhe me pension. Okej, tash të dy të shtëpia. Po, tash të dy shtëpia, edhe djali i madh u pensu në detyrat e policisë. Atëherë me vetë kontributin tonë kemi arrit me ndërtuar pa kurva ndikimin nga jashtë. Mas luftë. Mas luftë. Para luftë u kona një. Para luftë ka qenë shtëpia këtu në vend të saj të rejes. Po, shtëpia këtu në herit, a? Po, kjo është shtëpia e djalit. Hajde afrohemi. Edhe ai ka ndërtuar me bashkëpunim me neve, edhe me kontribut vetin, me jetën vetë anake, edhe na kemi ndihmuar edhe. Sa fëmijë kipa të vetë? I kam 2 djem edhe 3 vajza. Ti rujt Zoti. Ka janë ata? Si tregohet, a janë shkepa, janë djali këto? madh është këtu në detyrat e policisë, kurse i dyti ka emigruar, ka shkuar si gjithë të rit, ka shkuar në Angli. Që sa u shkuaj? Djali ka shkuar që 6 vite, afër 7 vite diku. Në Angli? Po. Ka qetë një vajzë këtu të Kosovës, është martuar, ka një vajzë, edhe po kalon një jetë mirë. Elhamdulillah. Edhe bashkëshortja. Sa vjet i ka? Djali i ka 33-4 vjetë, fiksu me 35 nuk o dikush. A u mërzitë kur shkoj në Angli? Patjetër, me qenë se na i ka dhënë mundësinë me shku me vizituar edhe bashkëshortja. Po, këta? Jemi kam pas dëshirë me ditë ku jeton, ku vepron. Momenti më i vështirë ka qenë kur kemi bën ndarjen që jemi këtu tek ne, a? Është një jetë, është e vështirë çdo prind që ka fëmijë e përjeton ato. Shka tu do Anglia? Po është vend i zhvillum, është vend, mos themi, është e mahnitshme. Kemi arrit me shku në qytetin e Londrës, aty kemi vizituar disa ndërtesa, media sta merr që ka ndërtuar dera e njeriut. Kemi pas rast me vizituar parlamentin. Kemi pas rast me vizituar, çka është më rëndësishme, edhe çka ka lënë për shtypje, muzein e aeroplanëve. Aty është mashtia e Zotit me i pa, për shembull, aeroplanat, për shembull, që kanë bombarduar në për luftat ndryshme. Aty ishin ekspozuar, edhe ka qenë një përjetim shumë i mirë. Ku ke knoq? Po. Apo bojke në Angli? Pas, sidomos njerëzit që kanë familje atje, jetojnë më mirë se e kanë familje me vetit, nuk ju mungon asgjë, edhe po një jetë më të mirë, natshme, më të ratshme. E për gjeneratat e shtyme, pak a shumë, është pak më vështirë, po pas të mrasin me përjetu edhe qatë ka si. Apo na kallëzën, ti na thaj ki pasën nusën arsimtare. Po. Që njoftove ti me nusën? Po të drejt, do ma të treguar realitetin. Hajde. Ishte në armatën Jugoslave, se e kom krye. Motrën e kom pasën fshatin, e saj aty Glavisa, afer Gadim, afer Shpellës. Motrën të martuar në fshat nusës, a? Po. Oshtari si ushtar, gjithmonë mendjen e ka të shtëpia. E disha që është i punu në arsim, edhe mora guximin. A ke njofti më herët? E kom njofti si sigur, a kontakt me tes kom pas. Edhe mora guximin me ba një letër, jo anonime, po një letër drejt për drejt me qunë në shkollë, aty ko është të punu. Pi u shtri? Po. Edhe letra i ka shkue, po vajzën e motrës, mesën, e kom pas në zonëset saj. Edhe e ka marrë kjo atë letër, i ka ranë dorë, edhe ka marrë atë letër e ka dërgu vajzës të motrës, kush ma ka dërgu këtë letër. Pse e ka dërgu, e ka në ti sikletshë. A mesën, a? Mirë, po, në ndërkohë me ndërmisimin e motrës, edhe dhëndrit, erdhëm deri te qëllimi, u fejum, u Në martum. rëndësi u shtarë trem ku ke kallëzua, bravo E për tregore realitetin. Faleminderit shumë. Përfundoj me martesë. Kemi 3 vajza dhe 2 djemë që thash. Kemi që jetë bashkërtore, nuk më ka nda në asnjë moment. Nuk e ka ndërprej marrëdhënien e punës, ka qenë normaliste. Normalistat kanë qenë kuadër, apo bromi i mësimit klasore, fillor. Edhe më ka ndihmu shumë që s'mund të arsyetuar në raste. Kur më ka dhënë asnjë moment, si në punë të fushës, po dhe si punë të shtëpisë. Apo punon fushën eq? Po e punojmë se, me që se nuk kemi mekanizëm të madhë, një traktor e kemi, me që ato mundësit, mos me lënë djerin. A kene heq fush? Nuk po e kemi 1 hektar. 1 hektar. Një Shka pjesë për mjellin? mjellin, misën, një pjesë grur. Bile para 2 vite kemi pas rast me mjellin edhe kunguj. Është tokë pjellore, është tokë e mirë, ja vlen me punu se toka nuk lihet djerin. Pa marrë parasysh se kulturat bimore nuk po kanë çmim në treg, mirë po me qenë se jemi në fshat, patjetër do të me mirë. Po se Cëllën e ke posë më të mirën vjetë? për shembull, vjet ka qenë grur për shembull.
rendimentet të paguajnë për shembull shkon 6.000, dikush planon e riplanone deri në 7.000 kg shkon. Sa i patë ti? Sa kilogram? Unë kam pas një gjysë hektare grond për shembull aty rreth 3.000 kg. 3.000 kg. Një jetë e kultivon, e ki bukën për 3-4 vite. E pas këndër bukën, a? Patjetër. Bukën e dimrit. Plus, e bojmë edhe një kap, si themi, aty kultivojnë për shembull qep, patatet. Ku e ki atë? Që të shkon nevojsh, është pak ma larg, afër qendrës Lipjanit. Atje kemi edhe pusin e kemi hapur. Një lloj bashi, a? Një lloj bashi jashtë, po plus edhe komuna ma ka ndarë një serë që jo mirë, një serë prej një ari vend, 20 metra gjatë, 5 metra gjatësi, edhe aty kemi mbjellë këtë ato që ka e matë nevojshme, tomatet, perime tjera. Pasibejt na të falenderojmë shumë. Me ndërë qofshi. Allahu të shpërbleft. Jemi në Ramazan, se për ndryshe na këshi pa të pina i kafe, diçka po. Si u kisha lëshu pa u shërbime një kafe apo qaj. Po jemi në Ramazan e kismet mas Ramazanit, shimë për të mirë inshallah. Je mirë që përjeton këtë bisedë mirë, e të kënaqshme. Allahu të shpërbleft. Respekt edhe për juve e punë të mbarë. Faleminderit.